spektaklin tua, jeni të në sheshën e fjales e mirë, e këngës e bukur, aty ku vërtet për herë flasin protagonist të zhanreve, të segmenteve të ndryshme jetësore, mbi të gjitha, ata janë personazhe të veçanta, në kurrizin e të cilëve bartin krijimtari të shumta e të ndryshme. Këtë javë kemi fatin e mirë e të rrallë që ti kemi mysafir disa kritik letrar, poet, eseist, letrar, e që këtë gjë ne ka ofruar dhe mundësuar një shkrimtar yni, një aktivist, një patriot, një mërgjimtar gjatë, 20 vjetë në mërgjim, ai që për herë na sjell gjëra nga më të bukurat, sidomos në botën e letërsisë. Dikur, në çdo kohë e në çdo moment, ishte derë e hapur për të gjithë veprimtarët e çështjes kombëtare, që nga presidenti e eteri territori. Reshat Sahitaj, faleminderit që je këtu. Me neve sonte janë disa mysafir të nderuar, është ky një kritik letrar, poet francez, një profesor, një zotri i nderuar që quhet Daniel Luers. Bashkë me të, mysafire të nderuar, e kemi një poete, shkrimtare, eseiste, përkthyese franceze, Nicole Baril. Mirë. Dhe e kemi Fatima Guemia, e cila është një figurë kulturore franceze, me një pozicion shumë të rëndësishëm, një poete, kritike, e kështu më radha. I këmë thonë gjitha? Kështu më. Edhe gjithmonë frontmeni këtyre gjërave të bukura, që në realitet është frontmeni i asaj që ndodhë këtyre ditëve në Kosovën tonë të dashur, është simpoziumi i 14 që e organizon me përplot poet, shkrimtar, kritik, publicist, gazetar, nga gjithë bota, dhe kështu fiton karakterin ndërkombëtar i 14 me radhë në Kosovë, në Shqipëri, organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar, kryetari së cilës është zotri Reshat Sahitaj. Mirë erdhë. Si diçka që është e bukur në këtë përmbajtjen e vet, edhe qendrore, sot Danielin e nderuar e kemi pas mysafir dikur këtu në Odeon para disa vitesh, edhe kemi biseduar gjatë. Apja përkthen se po i hap syt, po me kallëzu çka po themi. Il dit que Daniel était notre ancien parce qu'il est toujours venu ici, chaque fois, donc il est notre ami de toujours. Këtë biseda jonë kam rrjedh me përkthimin që na kam mundësu dhe na mundëson shkrimtari ju një nderuar, e publicisti, eseisti, Reshat Sahitaj. Reshat me na fal, unë e krejt mundohem ka pak me i bërblat, po dobet, kështu që përkthimin kemi me talon sot edhe pse kemi pyetje për ty, sepse gjëja qendrore për të cilën do të flasim ne është romani Iliriana, që është botuar edhe në gjuhën frenge, edhe në gjuhën shqipe, e që është promovuar këtyre ditëve me autor Reshat Sahitajn. Diçka që është më qëndësore në këtë gjë, është e bukura asaj sepse ky roman ka zgjuar kërshërinë e kritikës e lexuesit francez, po edhe në nivel ndërkombëtar, sepse së shpejti do të botohet edhe në gjuhë të tjera. Unë bisedën do ta orientoj me ata që u bën si bashk autor të këtij romani, Reshat. A do m'ja u përkthy? Je vais faire ce qu'on va discuter avec vous ce soir. E kemi zotrin e nderuar Daniel Luers, a thash mirë? Po, shumë. Daniel Luers, që është profesor, kritik letar dhe parathënës i romanit Iliriana. Zotri Daniel, mirë se erdhe. Bienvenue. Pyetja ime për ju do t'ishte çfarë ju shtyu që të pranoni dhe të shkruani parathënien e romanit Iliriana. Qu'est-ce que vous a poussé d'écrire le... Voilà, c'est un devoir d'amitié, puisque je viens au Kosovo depuis presque 20 ans, savoir que notre ami a écrit plusieurs romans et que celui-ci a été encore plus remarqué que d'autres. Il était temps qu'il soit publié en français. Et dans la collection L'Harmattan, il est bon qu'il y ait toujours un préfacier qui explique
pourquoi ce roman est important. C'est ce que j'ai essayé de dire, en terminant d'ailleurs par une formule où je place Rechat très haut, puisque je le compare à Milan Kundera, qui a écrit l'insoutenable légèreté. L'insoutenable légèreté de l'être. Et dans l'œuvre de Rechat, c'est le thème de la pureté qui m'a beaucoup guidé. Et j'ai dit on aurait pu intituler son roman L'insoutenable pureté de l'être. Vot që është një miqësi e gjatë që jemi duke ardhur në Kosovë, ka 20 vite që unë vazhdimisht vi në Kosovë, dhe është një detyrë ime që letërsinë tonë të ndihmoj në përhapjen e letërsisë sonë jashtë vendit tonë, dhe kemi një miqësi e cila më ka shty që e kam bërë parathonjen për shkak sepse duhet ta veçoj rëndësinë e këtij romani, se Reshati ka botuar edhe romana tjera, mirë për ky është një roman i cili na ka tërhequr vërejtën jo vetëm mua, por edhe të tjerëve, edhe prandaj e kam krahasuar me Milan Kunderën, me romancierin, me romanin e tij, dhe pra unë jam i kënaqur që Cilat janë elementet letërare që e bëjnë këtë roman, Ilirianën, të veçantë në kuadër të letërsisë ballkanike, apo në raport me letërsinë ballkanike? Quels sont les segments qui sont plus spécifiques de ce roman qu'on peut faire placer dans la littérature balkanique? Bon, je ne situerai pas Rechat totalement dans la littérature balkanique. Pour le peu que j'en connais, il y a des côtés patriotiques qui ne sont pas présents, ou qui sont d'ailleurs plutôt dénoncés par Rechat. Je crois qu'il se situe plutôt à un niveau universel que purement balkanique. Reshati nuk e muj me krahasu me literaturën ballkanike, sepse Reshati ka tek kalu kufitë e letërsisë ballkanike, por romani i tij është universal, botror. Këtu ne, si që paralajmëruam është Nicole Barrier, një poete përkthyese e cila është përfshirë në revizionimin, sepse e ka përkthy vajza juaj. Përshtatin, po. Kjo ka bë përshtatjen në gjuhën frenge të romanit Iliriana. Është nësi që të kemi këtu, Nicole Barrier. Le plaisir d'avoir ici. Merci. Si ka shku procesi i përshtatjes, si përkthimit të romanit Iliriana nga shqipja në frëngjisht, edhe a ke has vështërsi në këtë punë? Comment c'était le procès de faire révisionner ce roman, et est-ce que tu as trouvé des obstacles pour faire ça? C'était difficile ou c'était comment? Dans un premier temps, c'était assez difficile parce qu'il fallait rentrer dans l'histoire. Et c'est une histoire qui est quand même compliquée, qui a un fond historique compliqué. Mais finalement, au fil de la révision, je suis rentrée dans cette histoire et elle m'a passionnée. Në fillim ka qenë shumë vështirë sepse pas pare është dashur me lexu këtë romanin për me hinë në thelbin e ngjarjen historike të romanit, dhe pastaj kam qenë pasionuar dhe kam bërë me dëshirë. Cili aspekti i romanit u kon më i vështirë për ta përkthyer përshtat frëngjisht? Emocionet, termat kulturore, apo contexte historique? C'est le contexte historique qui a été le plus compliqué pour moi. Parce que les émotions, les sentiments, ils sont universels, comme l'a dit Daniel. Le contexte historique est moins connu. Enfin, en tout cas, pour moi, je le connaissais moins. Konteksti historik po ka qenë shumë i vështirë për mua, sepse unë në kontekstin historik nuk e kam ditë situatën në ngjarjet që zhvillohen këtu në Kosovë, kurse emocionet ato janë të Reshatit, si tha Daniel Zilversi, që janë emocionet e Reshatit, janë universale, do ato. Edhe janë njerëzore, sigurisht, universale, ha? Shumë mirë që ke mësuar kontekstin historik, ke mësuar. Besoj keni mësuar pak më shumë, ha? Vous avez appris quelque chose sur le contexte, sûrement parce que... Tout à fait, tout à fait. J'ai appris l'histoire compliquée des Balkans. Shumë e komplikuar edhe ky edhe personazhet I ka bërë të komplikuar brenda në këtë kontest.
Même les personnages de moi, ils sont compliqués. Même les personnages sont compliqués. Non, pas trop. Pas trop. Si janë të komplikuar. Janë. Mirë janë, a? C'est compliqué. Fatima, mirë se erdhe. Bienvenue. Si, merci. Bienvenue, hein? Merci, merci. Aktiviste, eseiste, frankofone që ka shkruar mbi romanin, edhe ka shkruar kritiken për të, ha? Po. Edhe në diskutime kulturore ka vënë pa romanin Iliriana kohëve të fundit. Fatima Guem, Oui. çfarë ndikimi pati tek ju personalisht romani Iliriana kur e ke lexuar për herë të parë? Quel impact avait le roman Iliriana quand tu as lu pour la première fois? Moi, j'étais très contente de découvrir la traduction de ce roman. Je connaissais déjà, j'avais rencontré Reichat un peu avant, où il avait fait une délégation, il avait amené des poètes et écrivains de Kosovo et d'Albanie à Paris. Donc on a découvert un autre monde. Et dans ce roman, je trouve que c'est ce qui frappe, c'est sa densité politique et poétique qui m'ont plu. Shatin kam njohur edhe para një viti kur ka qenë në Paris e kur ka prezantuar antologjinë e poezisë shqiptare bashkëkohore në Paris dhe për atë kemi filluar, por këtë roman kam gjetë dënsinë, thellësinë e romanit, domthon që një dënsi të mirë të romanit dhe kjo më ka pëlqyer. Et il nous rappelle, ce roman, que la littérature, c'est aussi un lieu de mémoire. Et on part à travers ce roman dans le tumulte des Balkans. C'est une découverte pour le lecteur français. Et en même temps, il y a tout un langage universel qu'on retrouve. Et je suis contente de pouvoir témoigner ici sur cet ouvrage qui a beaucoup de très bons échos dans le lecteur français. Une belle découverte. Jam shumë i kënaqur që e kam lexuar këtë roman dhe që ky roman ka impakt në të lexuesit francez, është domthon për historinë të trubullirave ballkanike që janë këtu, dhe unë kam mësuar shumë nga ky roman dhe jam shumë e lumtur që kam arrit jo ta zbuloj, por të mësoj për këtë vepër letrare që ka karakter universal. Zoni nderuar Fatima, a mund të konsiderohet ky roman si një urë dialogu mes popujve ballkanik? Est-ce qu'on peut considérer ce roman comme un pont de dialogue entre les peuples? Moi, je trouve que c'est un témoignage aussi d'une période, d'une époque. Là, on est dans une époque où les identités, les frontières sont instables. Et je trouve que vraiment, c'est un ouvrage qui qui témoigne, et on se retrouve dans ce tremblement que l'auteur décrit, ce tremblement au niveau des identités, des frontières. Është romani, janë ato tërmeti që zhvillohet në mes popujve dhe kufive. Tani mo, ky roman është që tregon shumë gjëra dhe mëson njeri shumë gjëra rreth problemeve që janë krijuar dhe identitetit, natyrisht identiteteve kulturore, kombëtare. E tash pikërisht kjo më çante më kthy tek zotri Daniel. Zotri Daniel, në që mënyrë Iliriana reflekton universalitetin e temave si dashuria, exili dhe përkatësia. Qu'est-ce que vous pensez que cet roman, qu'est-ce que vous trouvez qu'il passe exil, c'était exil? Po, dashuria dhe përkatësia. Ou l'identité? Oui, Qu'est-ce que vous avez trouvé? I ka cek në parathënie. Que vous avez déjà écrit dans la préface. Moi, je pense à ces mots d'identité, oui, il y a une recherche de l'identité, mais je pense que surtout le roman doit sa force à la conjugaison de l'histoire avec un grand H et de l'amour avec un grand H aussi. Nous sommes dans une histoire
Enfin, c'est l'histoire des Balkans, peut-être, certes, mais c'est une histoire universelle de ce héros qui se retrouve en prison, des années de prison. Beaucoup de gens dans les Balkans ont connu cela, mais tout cela vient de cette mauvaise influence du stalinisme, disons. Et donc, il y a une espèce de constat de désillusion par rapport à certaines idéologies qui pouvaient paraître fraternelles et qui ont été opprimantes pour les hommes. Et le don de Reşat, c'est d'introduire dans cette histoire, avec un grand H, l'amour, et l'amour qui permet certaines sublimations, car le héros, c'est quand même important, ça étonne peut-être un lecteur occidental, le héros aime une Serbe, kosovar serbe, il est possible d'avoir une histoire d'amour. Et là, ça casse le problème des frontières et on va vers un autre type d'identité fraternelle et c'est cela que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire d'amour qui est très intense dans les dernières pages du roman, avec l'héroïne qui termine dans la maison, dans un hôpital psychiatrique. Enfin, les choses vont très loin, mais on se demande si l'hôpital psychiatrique, ce ne sont pas les régimes politiques qui mériteraient d'y entrer. Është dashuria që ka përshkruar Reşat Saiti në atë romanin, është me ngjarja historike me madhe. E kjo vlen, por tash heroina pëse është shumë vështirë, nuk është shumë vështirë për tjerët, por një shqiptar të dashurohet me një serbe po zomë, dhe ajo tash ndryshon, se historia gjatë të romanit ndryshon, edhe në fund dashuria është e përshkruar në atë mënyrë sublime, do më dashuria është sublimuar dhe në fund ne gjejmë një personazh në azilin psikiatrik dhe vjen pyetja a duhet të shkojnë në azilin psikiatrik do më tjertë apo këta që janë aty në atë azil psikiatrik. Edhe kjo është një pyetje që pastaj lexuesit le ta Si ajo tha, nuk e kom fajin unë, fajin e kanë ata, në realitet nuk... Atëherë kam një pyetje për Fatimen, pikërisht lidhur me këtë. Si e shihni figurën e Zoricës, vajzës serbe, në raport me përplasjet e identiteteve në Balkan? Quand vous voyez la figure de femme Zorica avec Në Balkan, rapportet, identitetet në Balkan. Avec les rapports identité au Balkan. Parce que la Zorica c'est une Serbe, et quand vous voyez dans le Balkan les rapports. Mais je vois, c'est une histoire universelle de femmes, d'amour. Donc ça peut être une histoire universelle de n'importe quelle femme de n'importe quel pays peut vivre cette rencontre, cette histoire d'amour, ce déchirement. Donc voilà, c'est quand on parle d'universel, c'est vraiment ce dont il s'agit. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que femme. Unë kam përjetuar si femër që jam, kam përjetuar se kur flasim për temën universale, romani është temë universale, edhe dashuria që trajtohet në këtë temë, figura e femrës që trajtohet në këtë temë, është temë universale dhe kjo mund ndodh në çdo popull, në çdo vend, jo vetëm Ballkan, por kudo në botë. E unë kështu e shoh si femër që jam, në këtë mënyrë shoh figurën e femrës Zorica. Tek romani. Atëherë kam një pyetje për Nicole Barrier. Si reagoi lexuesi francez pas leximit të romanit Iliriana? Comment le lecteur français peut trouver le roman, perçoit le roman? C'est un roman de résistance et cette notion parle aux Français. Donc l'idée de résistance est très forte. Et d'un autre côté, Iliriana, la femme, c'est une figure mythique de la liberté. Et ça aussi, ça parle énormément aux Français. Résistance et liberté. Roman trajton është një rezistencë. Romani është një rezistencë dhe figura e Ilirianës aty është po ashtu një figurë mitike
është e fortë dhe natyrisht që është, kur thomi për temën universale, është kjo temë universale dhe është një, edhe kjo i reziston, lexuesit francez i kanë dëshirë temat që rezistojnë, të rezistencës. Zotri Daniel, edhe vetë Reshati, absolutisht edhe pse kishte një bindje që gjërat shkojnë mirë me Ilirianin në botimin francez, po për neve ka shumë rëndësi kjo që romani zgjoj këshërin e kritikës tek francezët edhe të lexuesit në përgjithësi, po a do ta konsideronit Ilirianën një libër që përçon shpesh një shpirt thjesht tepër të madh? Qu'est-ce que vous pensez que la figure d'Iliriana, elle représente un esprit très grand? Oui, moi j'ai bien aimé Oui. que le héros, parce qu'on s'attend quelquefois que dans des pays, dans les Balkans, qu'il y ait des romans un peu engagés, qui défendent une cause, la cause patriotique, kosovare, etc., etc. Or, nous avons ici un héros, je dirais pas qui ressemble à l'étranger de Camus, mais c'est quelqu'un qui a une pureté, mais qui ne sait pas exactement où il veut aller, si ce n'est connaître l'amour pur dans une société fraternelle. Oui. Et lui, il tombe sur les obstacles incroyables qui est ce, vous allez à une manifestation, vous n'y participez même pas, la police vous arrête et vous passez déjà 2 ans en prison. C'est quelque chose, je pense que là, il y a une dénonciation de la barbarie humaine chez ce héros dont on se sent très proche parce que il est faible, il est pur, Oui. Dans la prison, il a même des attitudes très très pures et la police, les gardiens font de lui, on instruit tout un dossier pour le diaboliser. Et ça, c'est très fortement montré tout au long du roman. Je dirais qu'il y a un autre aspect, c'est que notre héros, il est un moment tenté, il va chez son oncle, etc., de retrouver des sources lointaines, historiques des Balkans, et que finalement, Rechat montre que ces sources historiques, loin d'être exemplaires, eh bien, parmi les héros historiques, il y avait aussi des gens qui étaient plutôt mauvais du côté du mal plutôt que du bien. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la part de Rechat de dénoncer un peu ce que je constate chez beaucoup d'écrivains dans le monde entier. On veut revenir à ses racines. On veut revenir à ses racines, alors que Rechat montre que le héros, il peut aller vers un présent et un avenir qui sont beaucoup plus intéressants que ce passé qu'il finalement il dénonce. Romani i Reshat Saiti thotë është një roman I cili se shumë shkrimtarë që janë me romane të angazhuara, është I angazhuar, kurse Reshat Saiti nuk angazhohet në roman, por Elene është një hero shumë I thjesht, një hero, një djali I ri, I thjesht, që hin me një demonstratë, që s'ka hin demonstratë, marrin e rejnë policia, ashtinë për burgje, torturojnë edhe ka 100 probleme, ne jemi e njim vetin afër këtij personazhi dhe ne vuajmë bashkë me personazhin, sa është qaq I thjesht, ai s'po kërkon kurrë, ai kërkon dashurinë, ai kërkon diçka që është e thjesht, mirë po sa herë mendojmë se ne ai do të lirohet nga burgu dhe do ta fitojë dashurinë që po kërkon, ai përsëri futet në angranazhe të ndryshme, në kurtha të ndryshme, personazhi prej një problemi del me dilet një problem tjetër, një pengesë tjetër dhe gjithmonë kemi dashuri për këtë personazh. Po është me rëndësi po thotë se shumica autorëve, jo vetëm shqiptar, por edhe autorëve të huaj kthehen në rrënjët e historisë, për me thonë që kush jemi na përpara, kush kemi qenë, çka kemi qenë. Reshat Saita në histori nuk kthehet mrapa. Reshat Saita intereson në romani I Iliriana, përmes romanit Iliriana Reshat Saita mendon për tashmen edhe për të ardhmen,
doon për përparimin e shoqërisë për të ardhmen dhe natyrisht për tashme dhe është doon kërkon një dashuri të sinqert, në fjalën dashuri të ka edhe terma tjera, shamo dashuri për adhem, dashuri për dashurinë e vërtetë të femrës dhe dashurinë për mëshkuat dhe jo përpara. Dashuria gjëja më e fuqishme, ha? Dashuria është gjëja më e fuqishme fakt. Edhe ky ishte agimi që përçon. Ky agimi që shkon prej burgut në burg, prej policisë, prej rrahje të ndryshme që do të flasim edhe bashkë për këtë, e këtu me agimin nuk e mbyllim, po shkojmë me marketing e kthehemi pas pak.